Përse zoti Dumani ja kaloi çështjen prokurorisë së Tiranës, ku në fund të ditës policia abuzoi me një urdhër arrestimi të SPAK dhe jo të prokurorisë së Tiranës. Bëhet fjalë për kallëzimin që u bë ndaj punonjësve të policisë që ekzekutuan masën e sigurimit, sepse është kompetencë lindore e prokurorisë së jurisdiksionit të përgjithshëm, është taksative, e parashikuar qartë, që nuk mund ta hetojmë ne atë vepër penale, por as edhe subjektet e veprës së penale nuk janë subjekte të posaçme, të cilët janë në kompetencë të prokurorisë së posaçme. A është hetuar dhe është marrë ndonjëherë në pyetje Edi Rama nga SPAK në kundërshtim me çdo ligj në fuqi me datë 7/12/2016 firmosi dhënien e bonusit për 8% të pikëve kompanisë Integrated Energy BV SHPK për procedurën e konkurimit për ndërtimin e inceneratorit të Tiranës, por që në fakt kjo kompani nuk ekzistonte në momentin që kryeministri firmosi bonusin që e favorizonte në procedurën konkurruese. Patjetër edhe ky dokument ka qenë në pjesë e hetimit të prokurorëve të posaçëm në hetimin e çështjes penale të regjistruar në prokurorinë e posaçme. Gjatë hetimit të procedimit penal kryhet një hetim i gjithanshëm dhe objektiv, duke evidentuar fillimisht faktet penale dhe më tej përgjegjësinë penale të autorëve. Ashtu siç e kam thënë, e rëndësishme për prokurorët e posaçëm është të prova dhe jo emrat që fshihen pas tij, qoftë edhe kryeministri i Republikës.